Zoti Merkoçi, të kalojmë në aktualitetin politik shqiptar dhe konkretisht tek Edi Rama, i cili në konferencë të aspektit sigurisë, të çështjeve të sigurisë në Estoni, deklaroi se shqiptarët janë Taliban perëndimor. Ju si e lexoni këtë deklaratë dhe me sa lehtësi Edi Rama i cilëson të tillë shqiptarët, veçanërisht në konferenca ndërkombëtare? Po normal që shqiptarët janë Taliban për Ramën. Për sa kohë Rama ka shit sovranitetin e vendit. Unë nuk pres në një deklaratë tjetër të Ramës, unë ju kam thënë që Rama ka ndërtuar mafian shtet. Dhe një vend që ndërton mafian shtet, ai i quhen gjithë kamikaz. Nuk ka problem për Rama. Rama mund të bëjë çdo lloj deklarate dhe më pas do ta lëpi apo do ta limoj, domethënë ato lloj deklarate. Dhe do të dali pastaj që shqiptarët, unë kam thënë, sepse këta janë kamikaz të Europës, sepse janë njerëz të cilët kanë këta virtyte këto. Por një kryeministër i tillë që bën deklarata të tilla në çdo vend botës nuk do guxonte më të ulesh në tokën e tij. Ndërsa Rama fal mbështetje që ka, qoftë edhe me këtë lloj opozite e cila bën marrëveshje në mënyrë të fshehtë dhe qëndron dhe bën çdo lloj deklarate. Rama, duhet të kuptojmë një gjë, Rama po drejton një vend që nuk ka suverenitet. Në një vend që nuk ka suverenitet, keni të bindur që mund ndodhi çdo gjë. Dhe ky suverenitet është hequr që kur Rama mblodhi të gjithë izraelitët në një sallë, ju dha digitalizimin që e quan, parnetën këta kanë vetëm propagandë, që e quan një arritje shumë të madhe, në të njëjtën kohë atë lloj digitalizimi dhe të gjithë dhënat sot shqiptarëve nuk i kanë më shqiptarët, por i kanë izraelitët. Kështu që ne nuk e kemi më suverenitetin në vendit. Dhe heqja e suverenitetit. Dhe çfarë i pret shqiptarët nga kjo lëvizje? Ja, ta them unë se çfarë i pret, sepse heqja e suverenitetit të vendit u shoqërua me një deklaratë tjetër të Ramës, ku tha që nesër mund të vinë dhe me futjen e Bashkimit Evropian mund të vinë dhe të blejnë edhe toka bujqësore në Shqipëri. Pra Rama e quan tokën, e quan gjëtien dhe mund ta shesi si doj ai. Dhe kjo është një politikë që po i del dita ditës, po i del koka që Shqipëria është një vend që do shpopullohet. Ky ishte programi i 30 vjeçar i politikës shqiptare, që Shqipëria të shpopullohet, të prishet, të shkatërrohet dhe të vinë qoftë grekët pjesën e veriut, qoftë serbët në pjesën e jugut, qoftë edhe me atë paketën e famshëm të maleve, dhe qoftë izraelitët të vinë dhe të blejnë tokën shqiptare dhe nesër mos kemi më as troje me emër të shqiptarëve. Dhe ky është rreziku më i madh që i kanosit Shqipërisë. Jo pa qëllim kam thënë që në Shqipëri nuk përmendet fjala nacionalizëm. Pra këtu nuk punohet për fjalën për nacionalizëm. Nacionalizmin këtu e quajnë terrorizëm, për ne Rama ka të drejtë që thotë atë fjalë, sepse ka humbur nacionalizmin në Shqipëri. Shqiptarët braktisin fondin pikërisht për t'ia lënë dorë këtij lloj pushteti apo kësaj lloj politike e cila është politika antikombëtare. Nga vjen kjo lloj strategjie antikombëtare të cilën e kanë zbatuar siç thatë ju në 35 vite politikanët shqiptar? Kjo vjen nga politika e Sorosit. Jo më kot Sorosi e ka blerë gjithë politikën shqiptare, jo më kot Sorosi ka qenë dhe është mik i gjithë politikanëve shqiptarë, çdo parti politike është ndikuar nga Sorosi dhe bën politikën e Sorosit. Dhe Sorosi kanë program globalizmin, shoqërinë e hapur dhe shoqërinë civile. Ne jemi i vetmi vend botë që Sorosin ne kemi futur në kushtetut, që do thotë shoqëria civile është futur në kushtetut. Ne jemi i vetmi vend botë që kemi bërë që tokat e minoritetit të regjistrohen në shtetin e tyre, pra minoritaret tokën që kanë marrë me 7501 që ja u kaluan edhe në pronësi pastaj, e kanë regjistruar në kadastrat greke. Pra greku sot ata quhen tokë greke. Dhe nesër
çdo grek që mund të vi të blej një tokë në Shqipëri ka të drejtë ta regjistrojë në katastrat greke si tokë greke. Ky është ajo që themun që është shkombëtarizimi i vendit dhe pikërisht këtu është politika e Sorosit, se ka pasur në politikën e tij për shpopullim, për degradim, për prishjen e çdo gjëje, për mos funksionimin e asnjë lloji ekonomie në Shqipëri, dhe ne po ta shohim, nuk na funksionon asnjë lloj ekonomie, këtu ka vetëm propagandë ekonomike, këtu në Shqipëri nuk ka, ne nuk prodhojmë asgjë. Ne nuk prodhojmë asgjë, nuk di se ne kemi industri, naftën që ne kemi, nuk e kemi ne, po e merr greku, kromin po gjithashtu, bujësia po gjithashtu, ne nuk kemi absolutisht asgjë. Ne kemi vetëm rrojmë me propagandë. Më kujtohet një thënie e Leninit kur i shkuan dhe i thanë që populli nuk ka për të hëngër, i tha si s'ka, do t'i japim, tha çfarë do t'i japim? Do t'i japim propagandën. Dhe e mbante me propagandë. Dhe kjo po ndodhet edhe në Shqipëri. Këtu bëhet për propagandë dhe këtu të gjithë partitë politike dhe ai palavoz parlamenti që ndodhet sot e gjithë ditën atje nuk bën asgjë tjetër, vetëm punon për programin e Sorosit se si të shpopullohesh Shqipëria, se si ky vend të humbi identitetin e tij dhe të shitet në forma dhe në mënyra të ndryshme. Ju e keni parë që me një lëvizje që bëri Amerika me Greqinë për t'i dhënë 6 miliard dollar investime, Rama e shiti sikur ato do vinin në Shqipëri dhe në këtë moment ai firmosi dhe një marrëveshje për detin, për gazin. Pa caktuar akoma kufit e ai për një marrëveshje, ai dha grekut në këtë lloj forme. Tashmë ka dalë në forma të tjera, kështu që nuk pres nga një kamikaz me një anti-shqiptar dhe një njeri që nuk ka rrënjë të shqiptare, unë nuk pres se do mbroj trojet e Shqipërisë. Po nga ana tjetër, opozita çfarë është duke bërë, duke qenë se në parlament votoi ka dalë krah mazhoranca sa i përket procesit të integrimit, ndërkohë nga ana tjetër thotë që nuk shkohet në Bashkimin Evropian me Edi Ramën. Opozita tregoi edhe një ashtu siç tregoi në atë miratimin që bëri për Bordin e Paqes, po. Marr pjesë Rama dhe për ta caktuar Ramën në Bordin e Paqes, pra bën një ligj nominal me emrin e Ramës, tashmë edhe u justifikua me Amerikën, pra se kjo i duhesh Trumpit, dhe nga ana tjetër bën një rezolut që e mbyll me idenë se kjo duhet Shqipërisë për Bashkimin Evropian. E para gjë që bie në sy, që një parti që pretendon që s'është kurrë djathtë, po pretendon që është djathtë, të djathtët nuk janë për Bashkimin Evropian, janë për partneritet, nuk janë për futjen në Bashkimin Evropian. Nuk mund të futet Shqipëria në Bashkimin Evropian një vend i cili nuk ka asgjë. Dhe unë e kam thënë dhe e kam cilësuar me disa herë radhasi që politika e Bashkimit Evropian, e vendeve të Bashkimit Evropian, është që vendet e Ballkanit dhe kryesisht Shqipëria dhe qoftë edhe Maqedonia e Veriut, pjesa e shqiptarëve, qoftë edhe Kosova apo Malizi janë pjesë të cilët do kthehen në kampe refugjatësh. Dhe këtë e vërtetoi miratimi që bëri Këshilli i Evropës për çështjen Meloni për sa i përket refugjatëve që ka sjellë në Shqipëri. Dhe këtë do ta bëjnë edhe vendet të tjera tashmë se aprovojnë ata, e quajtën një vendim të drejtë dhe do ta aprovojnë. Kështu që futja e Shqipërisë mund na fusin edhe si delin aty në Bashkimin Evropian vetëm thjesht për të justifikuar refugjatët që i sjellin në Shqipëri, që i inkastrojnë në Shqipëri dhe për të thënë që po i çojmë brenda Bashkimit Evropian. Kështu që kjo ishte një politikë antikombëtare dhe anti-shqiptare. Dhe kjo lloj rezolute, po ta veni re, ka dhe një defekt tjetër që në të lloj rezolute, pavarësisht se Europa e ka ngritur më të madhe çështjen e Ballukut, në rezolut nuk përmendet fare emri Ballukut, nuk përmenden as PPP-rat e as koncesionet, absolutisht asgjë nuk përmendet, po miratohet a priori, nuk dihet se si, në çfarë mënyre, por një nga qëllimet për gjykimin tim, siç e kam parë gjithmonë politikën shqiptare,
Një nga qëllimet e miratimit dhe bashkimit të kësaj rezolute që i bëri bashkë dy palët, tregon që këta do shkojnë drejt ndryshimit të kushtetutës. Të jeni bindur për të që ata do ndryshojnë kushtetutën, do ndryshojnë kushtetutën për të goditur edhe një herë atë që bëm vetë me 140 vota, për të goditur pra drejtësinë, themi, spakun kryesisht, sepse gjykatat i ka nën kontroll, i ka nën kontroll për një arsye të thjeshtë, sepse vendimi që morën kolegjet e bashkuara për çështjet e paraburgimit, masat e sigurisë, ishte një hap politik që merr gjykata. Pra, atë që duhet ta kishim bërë këta në parlament, nuk e bën parlament, po e bën nëpërmjet kolegjit bashku të gjykatës lartë. Kështu që këta të gjitha i kanë në dorë, tashmë duan të bëjnë një veprim tjetër, qoftë për të shtuar kompetencat e presidentit, qoftë edhe për të goditur spakun apo për ta shpërbërë spakun, sepse vjen edhe mandati i mbarimit nënvjeçarit. Kështu që ata janë, për gjykimin tim, kjo tregoj bashkësinë që kanë njëri me tjetrin, lodra që luajnë njëri me tjetrin dhe të gjithë çfarë flasin deri më sot, qoftë edhe ato protestat që bëjnë në rrugë, janë thjesht kamuflazh i marrëveshjeve që ata bëjnë, se çuditërisht të gjitha marrëveshjet kryen brenda natës, ashtu siç u bë me kodin zgjedhor para votimeve të përgjithshme, u miratua marrën e natës edhe ai u miratua. Kështu u miratua edhe tash bordi paqes në të lloj formë mrena orëve. Kështu u miratua dhe ky ligji kjo amendamenti për Bashkimin Evropian. Dhe të gjitha për gjykimin tim kanë paraskena pazaresh, jo politike, se politikë Shqipërisë bëhet, por pazaresh. Këto janë politikat e pazareve, sepse deri më sot edhe ai spaku që këta do ta godasin më në fund, do të arrijnë ta shpërbëjnë tash me ndryshimin e kushtetutës, por edhe ai spaku nuk ka bërë absolutisht asgjë, sepse në çdo veprim që ka bërë e ka kthyer në qesharake. Nuk kemi asnjë konfiskim të pasurive, kemi vetëm fjalë, kemi vetëm disa zyrtarë të nivelit ulët apo edhe të mesëm, të cilët dënohen me nga i vit, me nga 2 vjet, që gjë që nuk ka, dhe më qesharakja e drejtësisë shqiptare ishte kur kërkuan që të rikthehet Lefter Koka, se kishte edhe 6 muaj burg për të bërë. Domethënë e gjithë tallavaja e Lefter Kokës shkoi ke 6 muaj burgur që s'kishte bërë, në të kohë që është Ministria e Drejtësisë, është Drejtoria e Burgjeve, i cili bën llogaritjet edhe e nxjerr panderun të dënuar nga burgu, se nuk del vetej. Kjo tregoj, nëse do ta shohësh në një sy kritik apo real, kjo tregon që ata jo vetëm që tallen me njerëzit, por mund bëjnë çdo lloj veprimi dhe ta kthejnë pastaj sikur po drejtësia po funksionon. Pra drejtësia jon pas ka bërë hesabe tamam, po tregojnë që janë edhe ignorant në llogaritje. Pra, ai staf i burgut që është atje, që ka kaq ignorancë, nuk di sa bën 1 e kupton. Për sa kohë nuk i ke llogaritë tamam ditët e burgut dhe ti e nxjerr nga burgu. Kështu që dhe këtë tash kërkoj tash se sikur drejtësia nuk të fal. Pra, edhe atë ti ka ngela i 6 muajsh i burgut, ti do ta bësh se s'bën, sepse kjo është drejtësia jonë njëri tjetër. Në këtë kohë kur gjithë operacionet që tregojnë në përburje, tregojnë që ata janë me telefona, janë me hareme, janë me çdo gjë. E kuptoj, e kanë kthyr burgun, e kanë kthyr si një kamp pushimi. Edhe ata sikur kanë shkuar rezorte pushimesh, edhe aty duhet të ketë gjithë drejtat, gjithë gjërat, pavarësisht se e kanë rrjep këtë popull, pavarësisht se ja kanë marrë çdo gjë këtij populli, pavarësisht se e kanë vërfur këtë popull, ata duhet të gëzojnë të gjithë të drejtat e tyre. Dhe kjo lloj rezolute që u miratua në mënyrë të papritur, tregoj hapur bashkëpunimin që kanë pozita me opozitën, apo më mirë themi Rama me Berishën.